Atëherë, Berberina po pushton TikTok-un. Është ky një trend i dobishëm apo është një rrezik i maskuar si një zgjidhje magjike? Jo, nuk do të thëja është në rrezik i maskuar si një zgjidhje reale. Në fakt, Berberina është një produkt me tim, le të them, e cila rrjedh nga Berberis Vogalis. Në mjekësinë tradicionale kineze njësë shumë një përdorimi i saj, si rregullues shumë i mirë i insulinës, sidomos në personat që kanë rezistencë insulinike, personat të cilët kanë diabeti, personat të cilët kanë probleme metabolike, por parasysh diçka, lidhur me një botë shumë të egër, profesionistë apo profesionistë, bëhen mirë me të thënë le të them jo shumë të bazuara në shkencë se jo. Mjekësinë kineze e ka përdorur shumë mirë Berberina, por kemi parasysh që ka përdorur bimën e Berberinës. Dhe kuptohet, nëse kush në këto momente do të shkojë në farmaci dhe një suplement të Berberinës, dhe regjimi ushtar i personit nuk është ai i duhur, që nuk ka bërë absolutisht asnjë lloj efekti në organizmin. Ai është për të përveç. Por nëse suplementi i Berberinës le të them përdoret në mënyrë strikte, përdoret shumë saktë, edhe mund të veprojë në frenimin dhe problemet që kemi me rezonin policistike, me insulinorezistencë, gjë që janë shkaktarë shumë të një peshës dhe obezitetit. Kjo është arsyeja pse mendohet që suplementi i Berberinës ndikon mirë në mbledhjen e peshës. Apo mashtrohen të rinjt nga suplementet që premtojnë dobësim të shpejtë pa mundim? Mund të rastësisht ka dalë në zonë që ishin over 100 kg le të themi, dhe jetë të këshilla se si të mund të centrin kg brenda një muaji, një suplemente që e trajtojnë. Unë që jo çdo gjë që shikon në rrjetet sociale, duhet të jetë besueshme për ne sot dhe të jemi përgjithsisht. Flasim për produkte të cilat mendohet që humbje peshe, por në të vërtetë se sa janë rezultatet ose se si ndikojnë organizmin e tyre, kjo lë shumë për të sqaruar. Kështu që unë mendoj që çdo kush nëse vendos për të humbur peshë, fillimisht të njohë organizmin e tij. Cila është arsyeja? Shkaktari për ta çuar në pesh të obezitet. Është vetëm ushqimi, apo ka një histori genetike, ka përdorur kortizol, ka probleme me tiroiden, ka probleme me themi përdorimin e kortizonikëve ose kortikosteroideve, pra është një person alergjik përdor një pacient e kortizon ose ka një problem inflamator në organizëm ose dhe insomnia kronike, ka përdorur apo kortikosteroid. Pra, në fillim bën një anamnezë, sigurohet cili është shkakku, për të përcaktuar pastaj eksaktësisht cila do të ishte cila më e mirë dhe më të shëndetshme për peshë në mënyrë të shëndetshme. Natyrisht ne sot do të që pilula pafund të cilat premtojnë humbjen e peshës, injektime pafund të cilat në trendi më i ri ne kemi përsëri me problematika shumë të mëdha shëndetësore, pasoja afatgjatë në organizëm, pra të gjitha këto, të themi që janë indikues të një peshe jo të shëndetshme. Ju e thot pak më parë që ndikon pëcos, por a ka tjetër efekte anësore Berberina në hormona apo në ciklin menstrual tek vajzat e reja? Një person, fillimisht, personat që janë shkatëzuar nuk duhet ta përdorin në mënyrë kategorike. Personat të cilët vuajnë nga diabeti dhe përdorin metformin, nuk përdorin përsëri në mënyrë kategorike. Personat që janë nën 80 vjeç, përsëri nuk duhet ta përdorin Berberinë, pasi mund të shkaktojnë hipoglikemi, pra një humbje të sheqerit të tepërt në organizëm, gjë që mund të shkaktonte gjendje të fitit. Natyrisht, e jashtë më përpara, Berberina ka një efekt shumë afatshkurtë, që themi nga vakti në vakt. Edhe për të këshillohet gjithë 500 mg të merret nga çdo vakti, për personat që janë kontrolluar, të monitoruar dhe dinë se është si është thirrja e gjatë këtyre personave. Natyrisht, Berberina si bimë ka një efekt i cili stimulon
përdorimi nga shëndetësia të glukozës, por gjithashtu edhe frenon çlirimin e tepërt të glukozës nga mërqia. Por nëse ne e bëjmë këtë të pakontrolluar, pra ne nuk e dim se sa organizmi prodhon glukozë dhe sa e kemi sesinë e sheqerit në gjatë dhe ta përdorim në mënyrë të pakontrolluar, mund të sjellë pasojë, duke pasur zgjidhje të pikë, ulje të sheqerit në gjatë të mjedisshme, që është sjellë të putje, lodhje, por mund të ketë edhe kastë dhe diare nga personi se si mund të jetë në tolerancën ndaj këtij produkti apo jo. Cilat janë efektet anësore dhe a ka rrezik për ulje të tepruar të Ozempikut, berberinës? Atëherë, çdo gjë që nuk është natyrale, nuk është e shëndetshme për organizmin. Nëse flasim për gjiperat magjike që kanë pushtuar tashmë vendin tonë dhe vendin e tjera pse jo, dhe është bërë trend jo vetëm nga ato që vërtet e kanë të nevojshme ndoshta për ta përdorur, për shembull këto medikamente kanë dalë për personat të cilët kanë insulinë ose diabet, dhe për të ndihmuar ato që të ullet pak diabeti, është këshilluar që këta persona të cilët vuajnë nga diabeti. Por, nëse përdoret nga mirë të shëndetshëm, të cilët nuk kanë problem me sheqerin e gjatë, dhe e përdorin në mënyrë të pakontrolluar, në mënyrë të pa thënë nga një mjek endokrinolog, që do të ishte gabim shumë i madh, sepse edhe sasia dhe përdorimit të saj ndikon shumë. Ne ka shërbëtar mjaft të sigurive, janë periodë të cilat po e përdorin në mënyrë të pa kontrolluar le themi, dhe ato fytyra tipike është shumë e dukshme dhe ti më njëherë sa po shikon një person të cilë ka përdorur ose pikun e Kilimanxharon, ka thënë që arrin të kupton se çfarë ka ndodhur në organizmin e këtyre personave. Por gjithashtu, le të themi që edhe probleme që mund të jenë, për shembull, gjendja e tiroidit në pjesën më të madhe të pacientëve e kanë sjellë jashtë funksionit, le të themi. Pra, është një ndihmues i jashtëm që vërtet mund të bëjë të humbasë shpesh, por çfarë peshë humbet fillimisht? Mund të humbasësh masë muskulare, pra ta kontrolluar e pa shoqëruar me këshilla dhe me një kujdes të jashtëzakonshëm nuk mund të përdoret, siç po përdoret ndonjë me njerëz të cilët nuk e kanë fare ide se çfarë po bëjnë organizmi e tyre. Por edhe në berberinën, dhe çfarë do, më është shumë shpesh, cili është ushqimi i cili do të thonë. Nuk ka asnjë gjë magjike, nuk ka as çaj, as produkte dobësuese, asnjë gjë nuk është magjike, nëse stilimi i societit është ndryshe, le të themi, lë për dëshiruar. Pra, nëse ti bën një gjelbër dhe ulesh rozë dhe konsumon një ëmbëlsinë apo një ushqim jo të shëndetshëm, nuk ke bërë asgjë. Edhe le të themi, peshësh të humbasur do jetë minimaliste. Po kështu, nëse ti je një person i cili punon në orë të gjata ose je dashamirës përpara ndoshta televizion në orë të gjata, dhe gjumi nuk është në rehatshëm, përsëri do të thojë. Nëse ti je një person inaktiv, je një person i cili bën një jetë sedentare, përsëri rënja humbja peshës do jetë minimaliste dhe kjo humbje peshe do të rikthehet më njëherë në momentin që ti ndalosh do stoposh të bëri këtë gjë. Cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë të rinjt në ushqyerje sot? Po natyrisht gabimet më serioze janë konsumimi i një diete proinflamatore, le të themi. Një dietë e cila është kryesisht dieta perëndimore, e cila është bazuar në ushqime të përpunuara shumë, të procesuara, me ngjyrosës, aromatizues, konservantë, fast food, pije energjike, konsumimi i tepërt i kafeinës, të gjitha këto së bashku janë kontribuese e një diete proinflamatore, e cila shumë shpesh shoqërohet me rritje të problemeve shëndetësore, qoftë problemeve edhe klimatike të ndryshme që ne tashmë në këtë kohë po i shikojmë vazhdimisht. Pra rritja e ushqimeve të procesuara, e konsumimit të ushqimeve të procesuara, të përpunuara, dhe të pasura me sheqer dhe yndyrna të ngopura është një gabim i të iskashëm. Pa do të arritur pastaj konsumimin e dihanit, konsumimin e
drogave të ndryshme ose konsumimin e veprave të famshme që fatkeqësisht sot promovohen nga personazhe televizive që nuk janë të shëndetshme. A është më e rëndësishme të numërosh kaloritë apo të fokusohesh tek cilësia e ushqimit? Nëse numëron kaloritë, nuk do të ishte ndonjë zgjidhje ideale, sepse nëse ti konsumon, le të themi 500 gram yndyrë të 500 kalori yndyrë të ngopur apo 500 kalori fruta dhe perime, kemi një ndryshim të tekstashëm nga volumi i ushqimit. Ose nëse ti konsumon një fat bukë të bardhë apo një fat bukë integrale, ndoshta shtësia e kalorive është e njëjta, por vlerat e ushqyese janë të ndryshme. Kështu që cilësia e ushqimit është investimi më i mirë dhe më i shëndetshëm që mund të bëjmë organizmin në një investim ky afatgjatë organizmit. Pse dietat shpesh dështojnë dhe cila është mënyra më e shëndetshme për të humbur peshë? Pra cilat janë hapat që një person duhet të ndërmarrë për të humbur peshë në mënyrë të shëndetshme? Dietat dështojnë si mungesë e vullnetit, si mungesë e përqendrimit, si mungesë e dëshirës sidomos për të arritur qëllimin final. Unë besoj që çdo person mund të arrijë gjithçka me lehtë nëse ka një qëllim të kryesisht të përqendruar dhe të koncentruar në atë çfarë do. Nëse ne duam të mbasim peshë, natyrisht është një luftë shumë e fuqishme, nuk është një luftë e thjeshtë. Jo më kot në botë sot rastet e mbikëqyrjes dhe obezitetit janë të shtuara shumë, për arsye të mungesës së jo dëshirës së temi, por të vullnetit, asaj për të arritur një qëllim të caktuar. Dhe nuk ka çelës magjik, absolutisht, nuk ka një ndezës që themi që aktivizon metabolizmin tonë duke ngrënë apo çfarë ne duam. Natyrisht ushqimi është gjëja më e dashur për të gjithë dhe më tunduese. Natyrisht tundohet të krijon varësi nga ushqimi jo shumë të shëndetshëm dhe kjo është arsyeja pse pjesa më e madhe e personave, le të themi, dështojnë në luftën kundra mbipeshës. Për të ruajtur peshën dhe për të humbur peshë, natyrisht është një punë e gjatë, nuk është se ti do mjaftohesh në një regjim ushqimor të mbajtur për 2 deri në 3 muaj. Ky regjim duhet të ndjekë hapa sa të gjithë jetën, pra ti duhet të mësohesh që nëse ti do ushqesh në mënyrë jo të shëndetshme, kuptohet që organizmi nuk do të rikthehet dhe efekti i dietave do të rikthehet më njerëz apo ti ndalon regjimin ushqimor ose dietën që ti ke marrë përsipër. Kjo është një luftë e përjetshme, le të themi. Pra ti duhet të jesh i kujdesshëm gjithë jetën për të konsumuar ushqim të shëndetshëm, për të shmangur ushqimet e domshme dhe natyrisht për të kthyer një stil jetese të shëndetshëm në organizmin tënd. Pra, një aktivitet fizik, le të themi një gjuhë e rehatshëm, një hidratim i mirë i shëndetit dhe ajo çfarë është rëndësishme, menaxhimin e stresit. Stresi oksidativ është një ndërlidhje kryesore ndoshta që mund të çojë në peshë, por mund të çojë edhe në probleme shëndetësore. Kështu që mbani afër një stres pozitiv dhe duroni vetëm mirësi dhe dashuri. Kjo do ju kthehet mbrapsht dhe do ju përkthehet në një shëndet të mirë në organizëm. Po çfarë do të përmbaj konkretisht një dietë ushqimore për të qenë e balancuar? Një dietë e shëndetshme ushqimore, le të themi, është një dietë e cila është e bazuar në ushqime sa më pak të kushtuara, të përkushtuara, sa më afër natyrës, të gatuara në mënyrë të shëndetshme, pra duhet të shmangur ushqime të cilat skuqen dhe të fokusohen në ushqimet në avull, pak të ziera, të pjekura ndoshta, të gatuara me vaj ulliri dhe jo me vajra të hidrogenizuar, të cilat rrisin inflamacionin në organizëm. Kryesisht në karbohidrate le të përfshijmë karbohidratet komplekse, dritrat integrale të cilët përmbajnë vitaminë B kompleks, por natyrisht edhe janë përmbajnë fibra dhe ndihmojnë në sistemin tregës, duke u fokusuar në probiotikët dhe prebiotikët, të cilët janë shumë të shëndetshëm për sistemin tregës dhe natyrisht duke mbajtur të shëndetshëm sistemin tonë tregës, ne jemi të mbrojtur nga problemet shëndetësore, sepse e dimë që pjesa më e madhe e sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore kryesisht është zhvilluar në sistemin tonë tregës, në zonat tona, duke mos haruar konsumimin e yndyrnave të shëndetshme, ku futet vaji i ullirit, farat, arret, arroret, bajame, lajti,
Dhe duke zgjedhur një burim të shëndetshëm, pra duke shmangur yndyrat e ngopura, yndyrat me origjinë shtazore, por të cilat janë në temi shumë shpesh kontribues të sëmundjeve kardiake apo të diabetit të tipit 2. Duke vazhduar dhe me burimet proteinike, ku mund të jetë mishi, peshku, mund të jenë fasule, të gjitha bishtajoret, thjerëzat, ngashotat, bishtaja, bizhelet, një burim proteinik me origjinë bimor, shumë i shëndetshëm. Pra të gjitha këto kontribuojnë për të marrë të gjitha vlerat ushqyese, por pa haruar dhe vitaminet dhe mineralet që të përmbajnë të gjitha frutat dhe perimet dhe antioksidantët, ajo çfarë shikojmë. Sa shpesh është e pranueshme të konsumojmë fast food apo ëmbëlsira pa dëmtuar organizmin apo dietën? Personalisht do të thoya 0. Personalisht. Nëse dikush ka treguar varësinë, natyrisht konsumimi një herë në javë do thoya do të ishte për mua as pak i lejuar, sepse në fast food duke pasur parasysh mishin e fast foodit që përdoret, i cili mund të jetë një produkt me prejardhje të gjithë mishrave të cilët nuk shiten lehtësisht në treg, pra lëkurës, bishtit, pjesës të fytyrës, veshëve dhe produkte të cilat vërtet nuk janë të shëndetshme, përveç sa individë burimi origjinës ose kohën kur janë prodhuar, si janë ruajtur, burim salmonelle, do të isha në mënyrë kategorike jo. Pa llogaritur skuqjen e tyre në vajrat e hidrogenizuar, të cilët shërojnë substanca kancerogjene, pra unë personalisht do të isha ekstremisht kundër. Por natyrisht edhe në konsumimin e ëmbëlsirave, natyrisht një ëmbëlsirë bërë vetë me le të themi miell integral, por gjithashtu edhe me copa frutash, pra me sheqerin natyral të frutave, do të ishte shumë më e shëndetshme sesa një ëmbëlsirë e ofruar në treg, paketuar me konservant, me infurosus, me aromatizues, produkt i cili do të jepë një sasi të tepërt të sheqerit, dhe natyrisht kemi parasysh që një person nuk duhet të konsumojë më shumë se një lugë gjelle sheqer, por ky sheqer nuk duhet të vijë nga burime nga sheqeri i bardh, por duhet të vijë nga le të themi frutat, nga burimet natyrale të mjaltit, ndoshta të stevjas, edhe jo sheqer i përpunuar. Dietat edhe të gjitha këto fasting që ne përmendëm, për kë janë më të përshtatshme dhe kur bëhen të rrezikshme? Atëherë termi dietë gjithmonë është abuzuar me termin dietë, sepse mendoj që është diçka shumë privuese edhe shumë frustruese. Unë të thoya një regjim i rregullt ushqimor për të gjithë do të ishte një, le të themi, një investim shumë i mirë për shëndetin e të gjithëve. Pra, unë besoj që nuk është se kam moshë, që themi një moshë përcaktuar se duhet të jetë kaq vjeç apo aq vjeç. Çdo kush duhet të ketë, le të themi, një bujik ushqimore të shëndetshme për organizmin e vet. Mjafton të dihet patologjia që personi ka, mosha, aktiviteti fizik, pra të bëhet një, le të themi, një përfillaritë eksakte e nevojave kalorike të çdo personi, por gjithashtu edhe problematika shëndetësore të çdo personi. Për shembull, një person me hipotiroidizëm dhe me një peshë normale, le të themi. Në këtë moment themi që okay, mund të konsumoj gjithçka, por nuk është kështu. Për shembull, ky person me hipotiroidizëm nuk duhet të konsumojë lloj hidrogjen, që janë lakrishte. Të gjitha llojet e lakrave, brokoli, lakra e shillit, lakra brukselit, nuk duhen konsumuar nga ky person, sepse pengon produktin e jodit. Ose një person me anemi nuk të ketë një përjashtim të disa ushqimeve të tjera, një person anoreksik do të ketë përjashtim të disa ushqimeve të tjera, një person me sindromin e zorës së irrituar, pra për çdo person vujta eksakte ushqimore duhet të jetë e personalizuar. Kështu që unë mendoj që nga fëmijët dhe deri tek të rriturit dhe moshat e treta, natyrisht duhet të jenë të kujdesshëm për të pasur një bujik të shëndetshme ushqimore në të nevojave fiziologjike, por natyrisht edhe patologjive që përmban çdo person. E për ta përmbyllur, cilat do ishin këshillat tuaja kryesore për të rinjt për një jetë shëndetshme dhe të balancuar? Këshillat e mia për një jetë të balancuar dhe të shëndetshme natyrisht do të ishin fillimisht të merren në konsiderat këshillat e personave kompetent dhe jo personave që ju rëndon të shikoni që bëhen viral dhe i besoni ndoshta fjalë të çata.
jo çdo kush është i vërtet në atë çfarë thosh. Natyrisht, konfrontimet e ndryshme kanë le të themi pjesën e tyre. Kështu që mendoni të merrni këshilla nga profesionistët e vërtet, ata të cilët janë të studiuar në të shkencë, por natyrisht marrin edhe parasysh problematikat që organizmi këtyre personave ka. Natyrisht në persona në le të themi të rinj, nuk është se pjesa më e madhe e tyre janë të fundetshëm të themi, por shmangja e ushqimeve të procesuara, fast foodeve, pijeve energjike, kafeinës të tepër, tek këta persona duhet të jetë shumë prezente, le të them. Pra, nëse duam të ushqehemi shëndetshëm, ushqehemi në bazë të ushqimeve që nëna natyrë nga ka prodhuar dhe nga ka dhënë më afër natyrës. Pra, atyre që janë më afër natyrës, më pak të procesuara, më pak të përpunuara dhe më pak në shtesa sheqernash artificiale, ngjyra të ngopura, edhe mënyra e trajtimit të tyre patjetër që ka shumë rëndësi.